Të nderuar miq të RTS, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin 104.1. Pra 104.1 në kuadër të frekuencës Radio Ilirisë. Do të flasim për zhvillimet politike në vend, pak a shumë do të dalim edhe tek arena ndërkombëtare me të nderuarin profesorin Adi Beshiri. Përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje për ju, faleminderit që më keni. Faleminderit nga ana juaj. Ka shumë tema për të diskutuar apo bashkëbiseduar dhe nga arena vendore dhe ndërkombëtare, por e kemi vendin që është në krizë politike tash sa kohë, dhe kemi njëkohësisht edhe arenën ndërkombëtare, konkretisht lindjen e mesme që ndoshta neve nuk na hen në punë shumë si pjesë gjeografike, por në aspektin ekonomik po na kushton dhe së duket kostoja do të ketë edhe më madhe në të ardhmen. Por përfitojmë me Kosovën dhe kemi një zhvillim të rinj, se mund të themi tash, pra Kosova ka një ushtruese të detyrës së presidentit, në këtë rast kryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila u atakua, nuk u votua në zgjedhje paraprake, dhe tashti fitoi zgjedhjet e lëvizjeve vendosje, u bë kryetari i Kuvendit pa i kërkuar votat e tyre, edhe do bëhet edhe njëkohësisht si ushtruese të detyrës së presidentit. Nuk e dihet fatet ka jap profesor. Çfarë është? Pra, ka gabuar opozita në këtë rast. Kështu që si po shihni zhvillimet politike në këtë momentum, këtë situatë që e kemi. U përfol fillim që mund të jetë ndoshta vjosa për të vazhduar një mandat, por si duket përveç problemeve që kishte brenda partisë, ajo kishte edhe problemet me atë që edhe bëri president këtë rast, president Albin Kurti. Ka po shkojmë si shtet. Kemi probleme të shumta, siç thash, lidhen me lindjen e mesme, problemet ekonomike, sociale, por që sot dhe ne kur po e zhvillojmë këtë emision, janë duke u zhvilluar disa takime mes kryeministit dhe liderëve të partive opozitare. Ka reflektim për jo, siç do të duhet të ishte reflektimi. Pra, një farë forme jemi prag zgjedhjeve dhe prag negociatave, por është një falloj 50-50 që mund të themi. Ka po shkojmë si shtet këtë rast me këtë krizë politike që kemi pas që në vite disa, dhe përsëri duket do të ballafaqohemi me një krizë tjetër të re politike, sepse shkuar një zgjedhje është krizë politike. Ashtu është, faleminderit shumë për këtë elaborim shumë të thukt. Faleminderit. Më lejoni që t'ju falenderoj për këtë mundësi të shprehjem, dhe gjithashtu shpejt them që duke pas parasysh që 22-3 vitet e kaluara e kam gjuhën angleze si gjuhën kryesore të komunikimit, mund ndodh që ndonjëherë të flas ta përdori ndonjë term anglisht, për këtë ju kërkoj falje juve dhe ndëgjuesve, po do mundohem që ta është bë pjesë ta përdori edhe sinonimet, ti përdori sinonimet e duhura në gjuhën shqipe. Tani unë si përcjellës, ndjekës, si një lloj gjysëm kërkuesi ose eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, mundohem të shoh zhvillimet tona politike në kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare, në kontekstin e zhvillimeve ndërkombëtare. Dhe duke pas parasysh zhvillime ndërkombëtare, druaj, por nuk është se kemi situatën aq të mirë. Kam thonë edhe më herët dhe ndoshta po më duket pak sa e tepër që po përsëritem, po ne, kur them ne, kam parasysh politikanët tonë, nganjëherë veprojnë, sillen me një komoditet, me një rehatllëk, sikur se ata të ishin diku në Evropën veriore, në Skandinavi diku, qoftë në Danimark ose në Suedi ose në Finland, sepse dihet që ata në kuptimin e gjeopolitikës nuk është se kanë ndonjë problem të madh dhe mund t'ia japën vetes komoditetin, rehatllakun që të kenë këso lloj ekzibicionesh politike. Zgjedhje, jo zgjedhje, ngërçe e tjera. Pro, fatkeqësisht gjendemi në një situatë ende të një lloj ngërçi politik. Megjithatë, unë ndëgjova intervistën që sapo e dha para gjys ore, një ore, Albin Kurti, kryeministri, dhe gjuma e përdorur, mënyra se si komunikoi, megjithatë ishte shpresdhënëse, sepse shpesh herë u përsëritën fjalët që në një farë mënyrë ose një tjetër lenin të kuptonin gatishmërinë e tyne vetvendosës, po dhe jo vetëm, ai në një farë mënyrë ishte edhe si zëdhënës i LDK-s në atë kuptimin se si ishte zhvilluar takimi me Abdiqikun, dhe në këtë drejtim shpërfaqej ajo dëshira për të gjetur një zgjidhje dhe për të mos shkuar në zgjedhje. Sepse ndoshta arsyeja kryesore, të cilën arsye në një mënyrë ose një tjetër të gjitha partitë politike e thonë, është se rezultati nuk është se do të jetë
aq ndryshues. Pra, edhe sikur shkomi në zgjedhje tani mbas 45 ditëve, mbas të rregullave ligjore, prapë se prapë rezultati mbas të konstelacione, mbas të rrethonave aktuale, nuk është se do të ndryshojë mirëfilli. Çfarë do ndodhë? Pra, do ta kemi rezultatin pak a shumë të njëjtë, mund të ketë ndryshime, por për momentin mund të jetë rezultat pak a shumë i njëjtë, ndërsa ngërçi politik dhe jo vetëm, sidomos tani kur kemi parasysh gjithë këto probleme ekonomike të cilat po bëhen edhe më të mëdha duke pas parasysh rrethonat në lindjet mesme dhe jo vetëm, atëherë unë besoj dhe shpresoj që të ketë reflektim. Të ketë reflektim, besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë në një situatë, si ta them, më të mirë për të qenë më në favor të mos shkuarës në zgjedhje, duke pas parasysh rezultatin pothuajse katastrofik që e ka pas në zgjedhjet e fundit, por në anën tjetër kemi parti tjera sikurse PDK-ja, të cilat mund të hamenden ose mund të hamensojnë ndoshta mirëfilli ose jo, që mos ndoshta zhvillime të ndryshme politike të mbrëmshme, por edhe me konotacion të jashtëm, mund të bëjnë që ata të dalin më mirë në zgjedhje. E kam parasysh këtu faktin që që shpresojmë që ta zom vendimi i gjykatës speciale, i dhomat specializuara të gjykatës në fjalë, të jetë në favor të burgosurve që janë aktualisht, dhe kjo do të përkthehej në rikthim në një farë mënyrë në skenën politike të liderit të tyre historik dhe shpirtëror, Hashim Thaqit, dhe kjo hamensojnë ata, kjo do të bënte që rezultati zgjedhor të ishte në favor, në atë mënyrë që do t'i prishte balancat aktuale. Unë besoj që ky hamencimi që balancat do të shkatërroheshin në atë mënyrë që më vetëvendosja të mos ishte faktor vendimars, sidomos i përket zgjedhjes së presidentit, besoj se kjo është hamencim i ngutum, sepse me gjithë, si ta them, tërmetin politik që do ta shkaktonte ta zoma në një tarme të afërt të ardhja e ish-presidentit Thaçi, prapë ekziston edhe ashtu quajtur inercioni politik. Domethënë, me gjithë faktin që disa nga votues e lëvizjes vetëvendosjes, që kanë qenë faktikisht historikisht PDK-s, por të cilët ju kanë bashkangjit vetëvendosjes për arsye të ndryshme, me gjithë faktin që ata mund të kalonin prapë në PDK për arsye të faktorit Thaq, prapë se prapë nuk besoj se dallimi do të ishte i madh. Dhe prapë se prapë besoj do të arrijmë në një pikë ku zgjedhja e presidentit, qoftë pas 3-4 muajve ose 5 muajve, pra në rast se elementi ose faktori Thaq merret parasysh në këtë analizë, prapë se prapë do të gjendeshim në një situatë ngërçi politik. Kështu që më e mira e smilës do të ishte që ata të reflektonin, që t'i kenin parasysh rrethonat gjeopolitike, rajonale dhe globale, dhe t'i thonin vetës që është momenti që ne si shoqëri të përforcohemi. Shiko, historikisht shtetet e mëdha, kur ka zhvillime të ndryshme, ku ka zhvillime, po e them kështu shkarazi, tektonike, gjeopolitike, ato mund të binë nga primati. Sikurse është rasti që shumë analistë politike thonë rasti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuar të Amerikës si fuqi imperialiste, perandorake, është në rënje. Dhe Tucker Carlson për shembull dje e tha se me Iranin, domethënë, imperia ose perandoria amerikane do bie, por ata nuk do të zhduken. Rreziku është që gjatë këtyre lëvizjeve tektonike gjeopolitike që shtetet e vogla me fuqi jashtëzakonisht të vogël mund t'ju rrezikohet edhe vetëm çënia e tyre fizike. Prandaj unë dhe më duket disi e çuditshme se si ka mundësi që një popull kaq i brisht në kuptimin politik, sikurse ne që jemi, paria e cilit me qenë kaq të humbun në këtë mjegull dhe të mos t'i binden faktit që duhet një riorganizim i brendshëm me qëllim të përforcimit ton si shtet. E kam thonë edhe më herët, ndonë se jo për çdo gjë, absolutisht se shteti në fjalë që do ta përmendi është momentalisht shtet gjenocidar, Izraeli, mirë për kuptimin e shtetbërjes, ata duhet merren si shembull. Ata pas krijimit të shtetit të tyre në 1948, në më pak se 3 dekada, 2 dekada e gjys, kanë pas shtetin më të fortë në rajon, në krahasim me shtetet rrethuese, pra shtetet arabe. Ndërsa ne 27 vite po i bëjmë që jemi çliru, i ka më shumë se 18 vite që kemi shtet, i kam parasysh dallimet kur bëhet analogjia, dallimet ndërmjet shtetit tonë dhe shtetit që sapo përmenda, po megjithatë unë jam i bindur që ka pas hapësirë dhe ka ende hapësirë për një riorganizim, për një riforcim të shtetit tonë, sepse ndonse të gjithë e kemi gojen plot, duke thonë se kemi arritur në një epokë ku liberalizmi, liria,
rule of law, pra sundimi i ligjit janë ato që i mbajnë shtetet, pra marrëdhëniet e shteteve, fatkeqësisht kemi një rikthim të një situate pak a shumë anarkike, të një situate globale ku fuqia është determinuese. Prandaj ne duhet ta kemi aty synin që të fuqizohemi. Me këto ngërçe politike ne vetëm se sa nuk po fuqizohemi, po e bëjmë të kundërtën. Atëherë, nderuar, a janë zgjedhje nëse ky problem i numrave në kuvend ka më shoqëru prap. Pra nëse i kemi numrat për një president, pse duhet të shkojmë në zgjedhje kur prap do të bëjmë një bashkëpunim, kur pritet rezultatat të jenë pothuajse të njëjta me ndryshime të vogla, ndonse në këtë rast diasporë nuk e kemi në vend, nëse shkohet vendi me shtatë qershor, pra nuk është sikurse në dhjetor, që i bie nuk është e favorshme shumë për lëvizjen dhe vendosje, por po e themi që është e njëjtë pak a shumë, pra pse duhet të shkojmë në zgjedhje dhe zgjidhje nëse prap duhet negociata, duhet takime për me siguruar do thotë shumicën parlamentare. Po unë besoj se përgjigja është pikërisht në elaborimin tënd. Jo, nuk është zgjidhje. Sigurisht se nëse ta zëmë në një situatë hipotetike, ne jemi pjesë e diskutimeve të ndryshme të kryesive partijake, ta zëmë të LDK-s, PDK-s, vetëvendosjes dhe të tjerëve, pra, edhe do t'i ndëgjonim arsye të ndryshme që ata do t'i avanconin se pse duhet shkuar në zgjedhje. Dhe mund të ketë arsye që mund të jenë valide. Po në tëndësi, zgjedhjet nuk janë zgjidhje për momentin, nuk janë zgjidhje. Po, unë jam i bindur, e kam thonë edhe më herët, se vetëvendosja do duhet ta bënte dhe do ta bëj, besoj, maksimumin që ta gjejë një zgjidhje për krizën e presidentit. Sepse vetëm nga aspekti i parlamentarizmit, nga aspekti i demokracisë liberale, nuk është e shëndetshme, për ta përdorur një term sa më të butë, nuk është e shëndetshme që një parti politike, edhe me 51%, edhe me 60%, t'i ketë të 3 pozicionet ose pozitat udhëhecse në një vend. Pra, vetëvendosja po kërkon pozitën e të parë të shtetit? Po, ka lëshime, ka një, si ta them, një lehtësim, një ndryshim të tonit, një ndryshim të narrativës, pra të diskursit, të gjuhës, dhe besoj që vetëvendosja edhe eventualisht mund të lëshoj po megjithatë nuk është se e kemi një hapje të zemrës dhe një moment që do duhet të ishte. Që ndoshta do duhet të ishte, por kjo jo pse kam ndonjë interes me lëvizjen vetëvendosje per se, por një zemërhapje e tillë do duhet të shifej edhe në kampin opozitor. Ta zom PDK-ja me gjithë argumentet valide që mund t'i ketë tani në këtë pjesë të lojës politike, të them kështu, kushtimisht fakti që ata janë shprehur se e duan presidentin, por në të njëjtën kohë nuk kanë ofruar një kandidat. Kjo faktikisht i bën ata që t'jenë një pozitë defansive, në një pozitë më të keqe. Dhe ta zom nëse nesër për shkak të kësaj këmbgulje, po e zëm nga opozita, në rastin konkret nga PDK, nëse nesër shkojmë në zgjedhje, vetëvendosja janë strategjistë të mirë në kuptimin, strateg të mirë në kuptimin e zhvillimeve politike, në kuptimin e fituarjes së zgjedhjeve. Do ta shfrytëzonin këtë moment, do ta shfrytëzonin këtë rast, pra, për ta shitur në elektorat si një situatë ku ne u ofruam zgjidhje atyre, por ata po këmbgulin, po bëjnë politika, po e them kështu, të pesta duke mos ofruar një kandidat dhe kësaj vetëvendosja besoj se do ishte në pozitë me gjithë faktin që ta zom diaspora nuk do të ishte në numër të njëjtë, sikurse që ka qenë në dhjetor, prap ta mbonte numrin e njëjtë. Kështu që nëse në një situatë hipotetike unë do isha aty të bëja një këshill për Partinë Demokratike, do i thoja që t'jenë më dorëhapur, t'jenë më transparent, të ofrojnë më shumë zgjidhje. Në fundit, pse mos të ofrohet një njeri apartijak? Unë jam i bindur që ka njerëz të ndryshëm që të mund të ofroheshin. Pa hajde po e zëm se jemi ne ende Kosovë, ende nuk e kemi arritur stadin ku ne do të zgjedhim një president të urtë, çfarë është e kërkuar nga ne, por të ofronin spoku një emën. Po e zëm është përfolur, nëse nuk gaboj, ai është vetë deklaruar, është vetë kandidu, edhe emri Arsim Bajramit. Me gjithë kritika që mund t'i bëhen atij, megjithatë është bën një kohë gjatë i cili nuk ka qenë në mënyrë aktive pjesë e Partisë Demokratike dhe besoj se spoku në kuptimin minimalist fjalës, në mos edhe optimalist, figura sikurse Arsim Bajrami mund të ishin figura që eventualisht do ta merrnin votën, ndoshta edhe të lëvizjes vetëvendosjes. Po duhet të ketë tratative, duhet të ketë përpjekje
për ta bërë një kandidat në fjallë konsensuale. Se janë gatshme partitë që me marrë dikan jashta umbrellës së tyre me fut në këtë pozitë të presidentit. Pra dhe këto një forme kanë interes, ose në çdo parti ka klane të brendshme, siç e dim. Pra në këtë rast edhe Profa ka qenë domethënë nga figurat kryesore të PDK-s dikur, por edhe domosdo prapë figuron si PDK, do thotë ndonse nuk është aktiv në politikë. Pra mund ta keni problem nga lëvizjeve vendosur se parti tjera, por është problemi edhe të partitë të cilat dëshirojnë të kenë si kandidat ata që janë më në favor tyre. Në këtë rast, e kuptojmë nëse i konvenon këtë rast liderit të VV-s ose kryeministrit të Kosovës Albin Kurti kushtimisht me shku në zgjedhje, por ku është interesi i partive, pra përmendet çështjen e LDK-s, po ashtu edhe PDK-s që të shkojnë në zgjedhje për shkak të një posti, siç e dim, e kemi parasysh pozita dhe pushteti i presidentit në vend, por pse duhet të këngulin ta rrezikojnë vendin për shku në zgjedhje, kur e dim që ata 13 deputet, 15 deputet, 18 mund të zvoglohen, jo mund të rriten. Pra, sipas analizave që po bën, nuk do të thotë që ne e dim të ardhmen, por të paktën sipas projeksioneve që po shikojmë. Ashtu është. Ma mirë ja presidentin edhe po rri kështu siç jam. Sa më shkon në zgjedhje dhe më do mëso. Po pikërisht. Sepse e fuqizon partinë për shtet. Unë nuk shoh argument bindës se si shkuaje në zgjedhje. Pra, si ta them, se si ky rast do të zhbëhej, nuk do të digjej, pra, dhe partitë politike do thonin të shkojmë në zgjedhje. Nuk shoh argument, nuk shoh arsye se si pika parë nga aspekti i partive politike, se si kjo do ishte benefike, do ishte në të mirë të tyne. Unë e thash edhe një herë, lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, sidomos tani që Albin Kurti ka zbutur gjuhën, është shumë më i butë në krahasim me zgjedhjet e shkurtit të vitit kaluar, ai do ta përdor argumentin që ja, ne u zgjatëm dorën atyre, ata nuk na zgjatën dorën neve, ata janë për me vazhdu këtë ngërsh politik. Prandaj, elektorati dashun, më votoni mua, por në këtë rast, sigur më po aku kërkon të u thoshte më jep një 500.000 vota. Po në këtë rast, besoj se ndoshta edhe me të drejtë, do t'u kërkon mbi 60%. Sepse pika parë mbi 60% do të thoshte shumë vota, jo 84 vota 50 sa duhen, por një bombë e tillë do të ishte aq shkatërruese për parti tjera të cilat në atë moment me shumë qef do të bashkoheshin dhe do ta zgjedhin presidentin. Do të bëj fuqishëm sikur se Edi Rama në Shqipëri. Ndoshta edhe do të bëj. Po e them, sepse atje mungon opozita, në një forme po tentohet që edhe këtu të mungon opozita. Fuqia e opozitës, sepse opozitë ka, po fuqia e opozitës. Pikërisht. Tani sigurisht se opozita, qeveritarët, duan ta bëjnë maksimumin që t'ja ndalin zonin opozitës. Kështu është në parti parlamentare. Por ideja është që partitë opozitare, siç thonë ata në Shqipëni, mos ja bëjnë gropën vetës. Dhe unë këtu e kam problemin. Po ja bëjnë gropën vetës. Po ja bëjnë gropën vetës. Po nëse Partia Demokratike nuk është konstruktive, deri më tani s'ka qenë konstruktive, me dal, me fol mirë filli, në mënyrë natyrale, sinqert. Ajo kishte problemet veta buna e shkryetarit me mënyrë krasniqe, pra kishte me probleme të brendshme. Sigurisht, fatkeqësisht Partia Demokratike e Kosovës prej memrit, prej ikjes Kadri Veselit. Do thoja, ndonse Kadri Veseli ka arrit me mbajt një lloj kohezionin në parti, por nuk është se ka qenë figurë karizmatike. Nuk është se ka ditë ndoshta ta mba numrin e PDK-s, e elektoratit, por nuk ka pas fuqinë e rritjes, për arsye të ndryshme. Siç e kishte Hashim Thaçi. Ashtu është. Pa marrë parasysh kritikat, ai e kishte fuqinë. Ndërsa presidentët tjerë, kryetarët e partive, nuk e kanë pas këtë fuqinë, nuk e kanë pas këtë karizëm. Njëjtë është edhe me Bedrin, po tani unë besoj se është një rast ku Bedria do duhet të tregonte, siç thuhet, leadership, udhëheqësi. Dhe do duhet ta merrnin ai me kryesin, po edhe ai, se besoj se derogativat e statusit ja lejojnë, që të merrte një vendim që do të tregonte një lloj konsensualiteti, një lloj pejkalimi të interesave personale dhe partijake. Pra, me një fjalë të ofronte një lloj zgjidhje për presidentin. Dhe jam i bindur që kjo do ishte një fillim i mbar, një fillim i perceptimit më pozitiv nga ana e elektoratit të Kosovës kundrejt partisë në fjalë. Sepse siç ditë, ndonse vetvendosja ka 51%, vetvendosja megjithatë ka shumë pak kënaqur. E ta zom nëse vetvendosja, qeverisja vetvendosur vazhdon me trendin e njëjtë, sidomos kuptimin e investimeve kapitale, atëherë
Vetvendosja ta zëm nuk ka rezultat të mirë në kuptimin e politikave ndryshme, ndërkohë partitë politike sikur të PDK-ja me rastin ku Betri Hamza do të tregonte një lloj konsensualiteti, do të vazhdonte eventualisht të ngritej. Kjo po them që edhe nga aspekti interesave puro partijake, partive opozitore, pasja e një qëndrimit më përbashkues, më parafrues, më konsensual kundrejt presidentit do ishte më mirë për ta elektoralisht, që do ishte më mirë edhe për shtetin e Kosovës, nuk ka diskutim, sepse ne kemi nevojë për një lloj stabiliteti, por edhe për ta si parti politike jemi bindur që një pjesë elektoratit do të, si ta them, do të rreshtojë eventualisht. Sidomos në hamencimin që ta thom qeveria e Albin Kurtit nuk është se tregon shumë sukses në kuptimin e politikave ndryshme. Kemi një ish presidente, pra Vjosa Osmanin, e cila po përflitet për kthimin e kësaj apo rikthimin e saj në fakt në LDK. Po e përshpejtojmë pak për shkak se kohës. Pra nëse do kemi Vjosën në LDK, po e bie që do të ringjallet LDK-ja, e cila pas vdekjes liderit shpirtëror Ibrahim Rugova ka pasur probleme, siç po kanë partitë pothuajse të gjitha në këtë rast tash e përmendëm edhe PDK-n. Por jo edhe vendosja dhe aleancës, sepse kanë liderët e tyre të cilët janë pasaventësuar momentalisht. Këtë rast e ka pasur edhe LDK-ja këtë problemin, e dim edhe para zgjedhjeve më hershme, ramjen në 13% ngritjen e vogël e pastaj ramjen përsëri. Si e keni pa Vjosën si presidentja e dytë me mandat të plot që e ka shfrytzuar pas atij fiti Hagës, pra gratë përmbajnë burrat jo. Dhe njëkohësisht lobin e saj në lindjen e mesme, pasi që kemi pa disa njohje të reja, dhe njëkohësisht kthimi i saj në LDK është përshihet çast se gjenerata e 10 e LDK-s nuk po e pret aq mirë. Ndërta është Litvia Ziri dhe disa të tjerë, por gjenerata e re apo ajo e reja e LDK-s po e mirëpren ndoshta për interesin e votës, jo pse kanë dashni ndaj saj për shkak se në fakt forme dashur pa dashur është një lloj tradhtie ndaj partisë për t'u bashkuar vendosjes se siç e dim historinë e kaluar. Si e shef Vjosa Osmanin në të armën e saj politike, sepse sipas statuseve të burrit të saj, këshilltarëve të saj, diçka e re po vjen. O në LDK o parti e re, 2-3 nuk ka këtë. Po. Ka shumë për të thonë për kohën sa ishte presidente Vjosa. Sepse me Vjosën i marr shumë në Facebook për atë arsye. E vërtet është. Unë kam qenë kritik që nga dita e parë. Për mua presidenti nuk jo për mua, po kjo është e njohur në studimet parlamentare demokratike, presidenti qoftë edhe në sisteme jo prezidenciale, sikurse që është Kosova, presidenti është një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme. Presidenti, siç na mësonin Platoni, Sokrati, Aristoteli, duhet të jetë një figurë e urtë kuptimin e plot fjalës. Vjosa Osmani nuk ka qenë e tillë dhe nuk kam prit, e kam ditë që në një rast ose një tjetër ajo do ta shpërfaq oportunizmin e saj. Siç e bëri së fundmi? Siç e bëri së fundmi. Me shpërbërjen apo tentativën e shpërbërjes së kuvendit. Vjosa, sigurisht, ajo është një gjë, po mbi gjithë, edhe sikur ta kishte bërë atë akt. Edhe ta kishte, po e tham kështu shkarazi, pa fyrje, ta kishte mbajtur gojën mbyllur në kuptimin e asaj që të mos bënte komentime politike, edhe do të hajë disi. Por fakti që ajo me njëherë dha intervista, kishte një intervistë për një kanal në Shqipëni, dhe e atakoi Albin Kurtin. Mund të kishte dhe mund të ketë arsye të atakoj. Mirë, po mënyra se si e bani, pa përfundu mandati saj, si ishte sinqert. Absolutisht jo. Tregonte që ajo nuk e përfaqëson denjësisht figurën përbashkuese të presidentit Kosovës. Do të thotë para një viti kishte tjera deklarata. Kishte tjera deklarata, po me raste shifaj ajo, si ta thon, ajo dëshira e saj për protagonizëm, për oportunizëm. Pra ajo e projektonte veten pas 4 prillit të 2025-s. Dhe kjo SB atë çfarë kërkohet prej një presidenteje. Pra këtu e kemi pas dhe jo vetëm rastin e ku është shpërfaq kështu me mirë filli oportunizmi saj politik. Pra, fakti që ajo nuk ka qenë më e denja për pozitë. Tani kuptohet krahasimisht, Vjosa ka bën një punë shumë më të mirë në gjatë kohës së saj, sa ka qenë presidente. Sepse dihet, për shembull, aty fete Jahjaga nuk e ka pas eksperiencën edhe aftësitë e ndryshme, qoftë edhe të komunikimit, qoftë edhe të gjuhës angleze, sikurse që ka pas Vjosa. Vinte nga policia Vinte nga policia ishte
shablon, ishte një post i dhuruar, ishte tërësisht jo meritor. I papritur një I papritur. Nëse Vjosa Osmani ka qenë relativisht 60% meritore, ajo nuk e ka kalu klasën. Por për arsye të politike është bërë si është bërë. Pra, krahasimisht Vjosa ka bërë punë më të mirë, nuk ka diskutim. Por përgjithësi e ka karakterizu kjo lloj oportunizmi politik. Tani ajo është e qartë, ajo po përgatitet për rikthim në skenën politike. Se a do të ketë ndonjë lloj bumi në kuptimin e asaj që do t'i trazoj mirë filli këtë farë balancin politik, skenën politike, nuk besoj. Për momentin nuk besoj, edhe se cilat janë opsionet. Me u kthy në LDK. Sa do të ketë rritje LDK-ja me kthimin e saj? Nuk besoj se do të ketë rritje thelbësore. Pse se ka disa nga LDK, siç e thatë edhe ju, që janë të pakënaqur edhe me rikthimin e saj, pse se e shohin si një lloj tradhtie që Vjosa mirëfilli faktikisht me një mënyrë ja ka bë LDK-s. Kështu që nuk besoj se do të ketë rritje thelbësore nëse kthehet në LDK. Në anën tjetër, cila është opsioni tjetër? Nëse ajo proklamohet ose vendos të shkojë në zgjedhje vet, nëse bën zgjedhjet, prap nuk besoj se aja e ka strukturën e duhur organizative, me gjithë pëlqyeshmërinë që e ka tek një pjesë e madhe e popullatës, për me fitu zgjedhje duhet edhe strukturë organizative. Ajo nuk e ka. I mungon. Fatkeqësisht për të, po them, ajo më nuk është pjesë e të njëjtës strukturë politike me cilën ka ardhur pushteti i ministrit. Apo mashtrohet ajo në ato 350.000 vota që i kishte? Nëse mashtrohet, atëherë tregon edhe një herë atë faktin që e naivitetit. Ishte nga më të votuarat. Po ishte, po ajo ne dim se ajo nuk do të mund të përkthehej në një mbështetje, ato vota në një mbështetje 100% për ta. Ishte në strukturat e lëvizjes vetëvendose. Lëvizjes vetëvendose, ke parasysh sot si pasojë ose duke falënderuar Albin Kurtit që e fut në listë X-in ose Y-in, ke shumë kandidatë që kanë marrë 40.000, 50.000, 60.000 vota, të cilët kandidat po të dilnin vetë, duke pas parasysh mungesat e tyre, ata ndoshta familjet e tyre nuk do t'i votonin. Kështu që pra demokratë e Albin Kurtit po i bie. Po s'ka diskutim, nuk ka diskutim. Lëvizat vetëvendosje dhe kushdo që është bashkuar lëvizat vetëvendosje, në tanësinë e tyre, ata kanë fituar vota si pasojë Albin Kurtit. Në këtë rast, shkurtimisht, i konvenon LDK-s me kthy Vjosën për shkak të votës elektoratit, jo për shkak të patjetërshmërisë, sepse nuk është që kanë problem tash, kanë problem që sa kohë edhe pse LDK-ja kur kishte problem me Vjosën ishte garnitura vjetër në krye të LDK-s, pastaj erdhi Abdixhiku, por që kjo vetëm se ishte pastaj pjesë tjetër e politikës, po mënej në kuadër të VV-s. I konvenon. Pse? Për shkak të faktit që LDK moment vota nëse ja kthen janë të vëshme. LDK momentalisht është në infuzion. Është për toke, 13%. Sojpa. Asnjëherë nuk ka qenë kaq poshtë. Kemi parasysh 13, 18, Petron 18. Dhe me thonë, politikisht i konvenon sepse vështirë se mund bëhet më keq se kaq. Për ndryshe, në një situatë tjetër, ku LDK-ja do kishte një lloj primati, sikurse ka pasur vite më parë, gjithsesi se Vjosa do të bënte që LDK-ja të humbte disa vota. Se sa, kjo varet edhe elementeve tjera. Po për momentin besoj që qoftë edhe nëse është në pyetje rritja për qindra vota ose disa mijëra, rikthimi do ishte pozitiv. Pajtonim atë që ngritja e lëvizjes vetëvendosje është bërë për shkak të pakënaqësisë me partitë e dikushme në pushtet, ndërtohet edhe LDK-ja. Pastaj ngritja e vetëvendosjes në pjesë dërmuesi është bërë nga LDK për shkak problemeve brenda partisë, pastaj nuk e kanë gjetë veten si elektorat në PDK për shkak të kaluarës. Për shkak të rreshtimit në PDK. Edhe pastaj janë rreshtuar në vetëvendosje. Dhe të paktën siç lexohet, siç komentohet, pra një pjesë e madhe e elektoratit që e ka bërë VV-n të fortë është nga LDK. Pra që janë zhgënjur me udhëhesin. Nëse pra kthehet Vjosa po i bie që ky xhamat, ky elektorat, domethënë po kthehemi sepse po bashkohemi aty ku kena filluar dhe mund pra këtë rast mund ta themi që nëse do psohet dikush është vetëvendosja sepse ja ka marrë LDK-s që pja këthem prap pas bashkimit të tyre ose unifikimit të disa krerëve të LDK-s. Ashtu është, cekët shumë elemente edhe shumë të rëndësishme. Tani vetëvendosja pse është e tillë çfarë është? Gjithçysh vetëvendosja është në këtë pikë, jo për shkak të meritave të saj, ose pjesërisht për shkak të meritave të saj në kuptimin e plan programit, në kuptimin e figurave, por kryesisht për shkak të bëmave dhe të mos bëmave të partive që kanë qenë pushtet deri në 2019 kur u bë rritja substanciale, eksponenciale e vetëvendosjes. Lëvizja vetëvendosje në kuptimin e politikave të mirëqenies sociale
ajo çfarë ata mëtojnë me përfaqësu, përkon me atë çfarë don populli i Kosovës, pra politikat e mirëqenies sociale. Në kuptimin e kundërshtisë ndaj bashkisë ndërkombëtare si pasojë zvarritjes së procesit të mbylljes së shtetformimit, edhe me këtë pikë lëvizja vetëvendosje ka marrë simpatinë e popullit të Kosovës, pra është rrit. Por lëvizja vetëvendosje është një parti ultraliberale. Ata ndër tjera besojnë edhe në ndryshimet që kanë bëj me elemente ndryshme të kodit civil. Pra ata besojnë që është shumë normale nëse e zhbëjmë martesën, nëse martesa e merr një konotacion krejt tjetër, në atë që pse duhet ta quajmë dikë bab ose nan, prindi 1, prindi 2. E këto janë politika të rrezikshme. Pra në këtë aspekt populli i Kosovës asesi nuk do ta votonte lëvizjen vetëvendosje. Unë kam thënë më herët, në një situatë ku PDK, LDK, AK nuk do bënin nuk do ishin kaq korruptuar. Do të ishin më të mirë, do të bënin detyrat e shtëpisë më mirë, atëherë unë besoj se duke pas parasysh natyrën konservatore të popullit tonë, LDK do ishte gjithmonë partia kryesore. Do të kishim një përbërje tjetër. Sigurisht. Mirë, po duke pas parasysh që një parti sikurse LDK-ja del edhe e mbështet në mënyrë pa ekuivoke LGBTQI+. Domethënë shkon në të kundërtën e asaj çfarë tradicionalisht partitë sikurse LDK-ja kanë qenë, atëherë populli mbetet disi i hutum dhe thot, ok, po e bëjmë ose të keqen më të vogël, po votoj për lëvizjen vetëvendosje, se s'po ku bile ata në kuptimin e dy elementeve që sapo i ceka janë më të mirë. Domthonë jemi në një situatë ku edhe ato ndarje tradicionale ndërmjet të majtës dhe të djatës janë bërë shumë të padukshme. Dhe për pasojë populli vendos për disa parti politike që normalisht në situata normale nuk do të vendosë, sikurse në rastin e lëvizjes vetëvendosje. Atë me që jemi ka fundi, po dalim pak tek arena ndërkombëtare që thash në aspektin gjeografik nuk është në lidhë shumë, por aspekti ekonomik po ndikohet shumë dhe tashmë nafta ka marrë, si shtojnë misht ta në Shqipëri të pjesën për 2 herë tutje, dhe pastaj sigurisht shtetimi i derivateve ka anën tjetër negative të ushqimet bazë. Si e keni pa luftën, nëse mund ta quajmë luftë, mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Dhe një kundërpërgjigje e Iranit ndaj 2 shteteve, por më shumë pohojnë disa shtete afër që kanë se sa Amerika në këtë rast sepse bën pozita e tillë. A mund themi është një luftë apo është një operacion special? Sepse realisht lufta ka një falloj emri tjetër se mund themi edhe shifet se ka disa elemente tjera. Po, elemente tjera, por që kjo në formë penguc pak penguc që përcetësohet pastaj gjunat e do të thonë në Doha ose vende tjera të arabe. Është luftë edhe çfarë pritet nga kjo? Dhe pse ndodhi? Sepse në fakt nuk është kishte ndonjë mosmarrëveshje, ndonjë diçka e tillë, do të thonë aty për aty ndodhi një ndryshim i presidentit amerikan Trump, i cili e kemi diskutuar më herët, është pasur një figurë unike ku do të shuan zjarret. Do të ndalë luftat e pafundme. Ka shuar vetëm ndezja e këtij zjarri është domethënë në kosë shumë të lartë. Po, shkurtimisht 10 sekonda vetëm ta sqaroj, po e përdori këtë platformë, sepse un jam kritik ndaj kësaj lufte. Kur them kritik, mendoj se jam kritik edhe ndaj administratës Trump, e cila përfaqëson shtetin i cili ka qenë qëllimtar për neve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe shumë nga audienca ju më marrin mua qëndrimet e mia si një lloj anti-amerikanizmi. Vetëm dua të them se unë shumicën e familjes time e kam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë amerikanë. Prindi im, motrat, vllau, familjet e tyre respektive, shoqënia, halla, tezët, krejt i kam në Amerikë. Dhe ata janë amerikanë, pra unë kam interesa personale që situata në Amerikë tjetë e mirë dhe që Amerika të ndërmerë, si ta them, veprime në bashkësinë ndërkombëtare, të cilat, si ta them, ja përmirësojnë imazhin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Por aktualisht, për temën në fjalë, lufta në fjalë, po bën edhe një herë që imazhi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës të përmbyset. Sipas disa hulumtimeve të fundit, si pasojë e kësaj lufte, Kina po vazhdon të shifet me admirim, po flas në rang global, krahasimisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kjo është fatkeqësi. Ne e dim të gjithë jemi rritur me filma, me një lloj imazhi ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës shifeshin si një lloj pishtari i lirisë. Kur flisnim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flisnim për lirinë, për demokracinë, flisnim për luftat ose po idetë që luftat nuk duhet të jenë element ose mjet për zgjidhjen e konflikteve ndërmjet shtetit, luftat do të jenë mjeti i fundit për të zgjidhur një problem. Ndërsa tani e kemi një situatë ku vënë se kjo luftë mund të shihet nga shumë perspektiva, por është
ndër tjera kjo luftë është e padrejtë, është luftë, është agresion ndaj Iranit. Tani duke thënë që kjo është agresion ndaj Iranit, ne nuk e amnistojmë ajetollahët në Iran. Ata kanë bërë krime nga më monstruozët, jo shumë ndër popullatën e tyne, por ne nuk i harrojmë krimet edhe ndihmën që ajetollahët, regjimi në Iran, i ka bën Asadit, e cila ndihmë ka kontribuar në masakrimin e mijëra sirianëve në Siri. Pra, jemi në stat shumë në një dilemë shumë bizare, sepse e ke një luftë që ka filluar Trumpi, e cila nuk mund të shpjegohet në terma të luftës së drejtë, por në të njëjtën kohë e kemi një regjim në Iran i cili ka qenë, megjithatë ka qenë regjim monstruoz, por prapë se prapë duke pas parasysh që kjo luftë në fundit çon ujë në mulli të shtetit zionist, ekspansionist të Tel Avivit, atëherë në këtë drejtim pjesa më e madhe e botës, duke përfshi edhe botën perëndimore, nuk janë përkras të kësaj lufte të Amerikës dhe të Izraelit. E kemi edhe aleatin më tradicional të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Great Britain, Britania e Madhe, i cili Keith Starmer, ai kryeministi, dul dhe tha në mënyrë pa e kujvuar, tha, kjo nuk është lufta jonë, tha. Nuk mund të NATO nuk është i bashkuar. Fare. Domthonjë jemi në një stat ku edhe analistët politikë, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në Evropë, apo edhe zyrtarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjenden para një situate ku nuk dinë se si ta shpjegojnë luftën. Ata thonë për shembull, më herët ka pas lufta ku që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar, dhe ato lufta kanë qenë lufta të padrejta, lufta të këqija, qoftë për njerëzit që janë vrarë, qoftë për Amerikën. Por s'paku, ndryshe nga ky president që sinqerisht është i çmendur sepse ban deklarata kontradiktore, kundërthënëse, pra ndryshe nga ky president, më herët Obama ose edhe George W. Bush, kur e bani intervenimin në Afganistan ose në Irak, e kanë ndjesë si obligim me dal para popullit amerikan edhe para botës edhe me dhënë një shpjegim se pse po ndërhyjmë në Afganistan. Edhe kanë gjenë mbështetjen edhe nga misht. Kur ka ndërhyrë në Afganistan 2001-ën, ditë për shkak se ndodhi sulmi tek kullat binjake, mbështetja amerikane për këtë luftë ka qenë 88%. 88%. Gjithashtu edhe në Irak ka qenë dikun 70 diçka %, dje i parti so statistika, ndërsa për këtë luftë amerikanët në masën 60 dhe 70%, varësisht se cilat anketa ju referohet, 60 dhe 70% janë kundër kësaj lufte. Janë kundër kësaj lufte sepse mos të harrojmë. Donald J. Trump ka ardhur në këtë pozitë, është bërë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, me një nga kartat e tij kryesore, dhe një nga kartat e tij kryesore ka thonë ne duhet t'i japim fund luftave të pafundme, sidomos në lindjet mesme, sepse këto lufta jo vetëm që përshkaktojnë dhimbje e masakra, por në të njëjtën kohë janë lufta që po e prishin imazhin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po bëjnë që Amerika të shihet ende si një lloj armiku nga shumë shtete në rajon dhe po bëjnë që kundërshtari kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kina, të rritet. Po shihet me admirim. Ka ndonjë luftë që e bën sot Kina? Asnjë. Ajo po e pushton ngadal botën me ekonomi. Apo siç njihet ajo me soft power, pra me fuqinë e butë. Ndërsa Amerika momentalisht fatkeqësisht, sepse ne kemi interesat tona të ngushësisht të lidhura, po zhvillon një luftë e cila fatkeqësisht do të fitohet, fatkeqësisht. Nuk kuptoj. Pra po thoni që në kohën që po jetojmë, pushtimi i botës mund ndodh me politikat e Kinës në aspektin ekonomik, me metodat e tjera dhe jo metodat e luftës, sepse tashmë gjithsesi nuk e dojnë më gjithsesi sondazhin në Amerikë. Gjithsesi, po Amerika pra, kur thash që ne jemi rritur me këtë idenë që Amerika është vendi i mirë, liria, demokracia, Amerika pikërisht ka përdorur, si ta them, metodën e soft power, pra metodën e bindjes, metodën e tregimit që shife. Shteti jonë është kë, ne kemi këto elemente që e bëjnë shtetin tonë të mirë, prandaj ti si një palë tretë e ki pa me admirim dhe je bind, nuk ka pas nevojë me përdor fuqinë e topit, po je bind ke thonë që ne kemi pas kemi pas për dëshirë me jetu ëndrën amerikane, Mirë, po tani me këto lufta, kjo ëndër amerikane. Dhe këtë po e bën Trumpi? Nuk po e bën fare, absolutisht jo. Nuk po e bën sepse shifi amerikanët po Si po e shihni këto 48 orët që po shtyhen nga Trumpi, do thotë para 2 javë dite i dha deklaratë e tij po kushton në litë naftë pastaj. Absolutisht. Ndërsa shumica herë këto janë retorik. Këto janë retorik, mos harrojmë. Trumpi është në kuptim me përdor zhargonin ton popullor, është tuxhar, është transaksionalist. Ai
deklarimet që i bën janë edhe në funksion të bursave. Para edhe zakonisht deklarimet kur thotë se do të ketë, si ta them, do të ketë tazom një marrëveshje paqe, zakonisht i bën të premtave. Pse? Se të premtet mbyllet bursa në New York, Nasdaq-u ato. Dhe kur bën deklarata të tilla, bursa reagon pozitivisht. Dhe ai dhe miqtë e tij që janë në tregun e financave, ata përfitojnë. Ndërsa zakonisht sulmet i bën pasi të mbyllen me 28 shkurt, ndodhi sulmi në Iran. E shtunë ndodhi. Pro Trumpi fatkeqësisht është transaksionalist, është takticist, po nuk është strateg. Shumë general, analist po thonë që strateg, në kuptimin që po Trumpi vrau Khamenei, bombardoi me mira vende, ta them, site ushtarake në Iran. Pra, po e dërmon Iranin ushtarakisht. Po cila është strategjia? Si fitohet lufta në Iran? Cilat janë objektivat? Në një, ata nuk e kanë fort qartë, në dy, nëse objektivat janë, ndrimi i regjimit, uraniumi, konfiskimi 440 kg të uraniumit, ngushtica e Hormuzit, pra, ta them, hapja, asnjë nga këto nuk është liru, nuk është arrit. Pra, strategjikisht Trumpi po e humb luftën dhe sidomos ndrimi i regjimit, gjasat janë minimaliste, për mos me thonë zero që kjo të ndodhë. Sepse çka ka bë? Trumpi me këtë, në fillim çfarë u tha në janar iranjanëve, kur filluan iranjanët të protestuan. U tha help is on the way. Pra, ndihma po ju vjen juve. Pra, u mundua ta paraqiste para skenës ndërkombëtare si një lloj lufte të drejtë, bile disa nga bashkëkombëtarët thanë, e shifri, Trumpi gjithashtu është një humanitar sepse po e bën të njëjtën gjë kur neve me Kosovën. Analogji tërësisht e paqëndrueshme, po okay, u mundua me shit. E ke ndëgju kohëve të fundit të flet diçka për popullin e Iranit? Jo, sepse ai nuk ja ndin fare për popullin e Iranit. Ai ka për qëllim tani si me e shiru ngushtisën e Hormuzit. Qëllimi i vetëm, nuk flet më fare për ndrim regjimi, sepse e ka pa që sistemi politik iranjanët janë zbulues të shahut, mos harrojmë. Ata janë malverzantë të mirë, po e përdori këtë term. Është mozaik, është piramid. Heket kupola e piramidës vjen tjetri. Ja, a e vrajtën Khamenei? Bile shumë analistë po thonë që duke e vrarë Khamenein, plakun, kjo vetëm se e ka përkecu situatën e përgjithshme në rajon. Pse? Se duket që djali Khameneit, Moshtaba, të jetë edhe më radikal se. Mos harrojmë kur në 2015 Obama ofroi marrëveshje, sepse dihet kanë bërë marrëveshje me Iranin. Khamenei, plaku, dul dhe u bëri kërkesë popullit iranian, tha mos thirrni më Death to America, vdekja e Amerikës, sepse dihet iranianët në parlament, në rrugë do thonin vdekja e Amerikës. Pasi Obama ja zgjati dorën dhe në shkujtën marrëveshjen, Khamenei dul tha jo më. Mirë po, në 2016 çfarë ndodhi? Trumpi fitoi zgjedhjet, e shkoqi figurativisht marrëveshjen dhe ja ku jemi. Fatkeqësisht Amerika është në një luftë pa krye, një luftë që nuk i shërben as interesave të Amerikës, as interesave regionale. Atyre që ju shërben kjo luftë është interesave ekspansioniste të regjimit në Tel Aviv. Dhe kjo është fatkeqësi sepse edhe sikur tazom kjo luftë fitohet, çfarë do të ndodhë ultimativisht? Do të kemi një rajon të jetë destabilizues. Mendon se 92 milion, respektivisht 100 milion iranian, nëse ata pushtohen edhe me trupa do rrinë në duar kryq, se do i presin me lule, sikur se ne që kemi pritur? Jo, sepse ne kemi pas nevojë me na çliru ata, jo iranianët. Kuptohet ka shumë propagandë ku thuhet se 70% e iranianëve janë kundër regjimit. Nuk është e vërtetë kjo. Ishte edhe me Irakun, por që nuk doli çfarë u doli si u doli. Qëndrun sa qëndrun dhe u tërhoqën. Në të njëjtën kohë në Irak, besoj se i keni pa, gjithë ato sulme që po ndodhin brenda Irakut. Pse? Sepse vdekja Khameneit, pas sa viteve, Khamenei është pas si një lloj pape për shiitët. E dihet që në Irak ka shumë shiit dhe ata tani po i sulmojnë bazat amerikane. Pra, në çfarë do perspektive kjo luftë as nuk është e mirë, as nuk është e drejtë, do jetë me pasoja jo vetëm për rajonin, por fatkeqësisht edhe për shërimtarin tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne kur kritikojmë, ne e bëjmë këta personalisht prej perspektivës së luftës drejt, po edhe perspektivës së një miku. Miku nuk ta rrejë çdo herë shpinën. Miku kur çe me një rrugë gabume, thotë je gabim. Atëherë nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Faleminderit shumë, po shpresojmë që në takimin tonë të radhës të kemi zhvillime të tjera pozitive politike edhe në vend edhe njëkohësisht me ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë. Faleminderit shumë.
Atë sukseset të ndëruar miq, që ka për këtë emision. Takohemi nesër dhe atëherë mirë mbiq.